Gjykata e apelit të posaçëm ka lënë në burg kryebashkiakun Erion Veliaj, duke rrëzuar kështu ankimimin për një masë më të lehtë sigurie. Gjyqtarja Ngert Pëllumbi zbuti masën për biznesmenin Elman Abule, nga arrest në burg në detyrim paraqitje. E pandryshuar mbeti masa për 3 biznesmenet e tjerë, Gentian Sula, Meriman Palushi dhe Shkëlqim Fusha. Pas seancës, avokati Maksim Haxhia tha se SPAK nuk solli asnjë provë të re dhe se nuk mund të lihet në burg personi më i votuar në Shqipëri. Ai tha se presim që të ndodhë në një çudi në gjykatën e lartë. Keni futur në këtë termin intimidim. Intimidim nuk është term procedurial. E thot SPAK-u, po nuk është se thot SPAK-u, nuk do të thot se thot ligji. Mirë, pra, intimidim nuk është term procedurial. Term procedurial është të prishësh provat. Nëse përdor fjala intimidim kalon në stad tjetër që ti kanos, prish imazhin ose të bën presione, por nuk është kriter për të caktuar dhe bazuar masën e arrit. Vendimi i apelit të posaçëm u dha pas 3 ditëve seancë të njëpasnjëshme ku kryebashkiaku akuzohet për korrupsion pasiv dhe pastrim parash. Po këtë të njëjtë, i njëjti gjyqtar Pëllumbi ka rrëzuar edhe një kërkesë të bashkëshortes së Veliajt, Ajola Xoza, për heqjen e sekuestër ose llogarive bankare. Kujtojmë që Xoza, Fatmir Bektashi dhe Sokol Kryeziu nuk e kanë ankimuar masën e detyrim paraqitje.